Pallati i Kongreseve do transformohet në kuadër të nismës për rrjedhimin që qeveria Rama po realizon për godinat shtetërore nëpërmjet Korporatës Shqiptare të Investimeve. Fituesi i garës për rikualifikimin e godinës 40 vjeçare është pallur një konsorcium i kompanisë zviceriane Herzog & de Meuron Basel Ltd me kompani dhe ekspert vendase të huaj. Brenda godinës, sipas projektit final, propozohen përmirësimet e akustikës, zëvendësimi i çatisë me një strukturë çeliku dhe krijimi i 6 sallave të reja të konferencave me kapacitet të përgjithshëm për rreth 1600 personave. Njësoj si edhe shumica prej projekteve të cilat janë realizuar nga korporata, projekti përfshin gjithashtu një kull multifunksionale me zyra dhe hoteleri. Objekti i projektit nuk kufizohet vetëm te rinovimi i godinës ekzistuese. Kryeministri Edi Rama tha se ndërtesa ka nevojë për ndërhyrje të rëndësishme dhe se transformimi duhet të shkojë përtej mureve të saj, duke përfshirë edhe hapësirat përreth. Ndërtesa ka probleme serioze për të adresuar, është koha vërtet për një transformim duke ruajtur identitetin e saj dhe qëllimi përfundimtar është që ky pallat të vijë në kohë nga hyrpamja e teknologjisë, nga hyrpamja e cilësisë së hapësirave, nga hyrpamja e gjithë strukturës së riorganizuar dhe të riangazhuar cilësisht, por edhe që ky pallat dhe kjo zonë të bëhet një destinacion tjetër i Tiranës turistike, i Tiranës kryeqytet i shqiptarëve, i Tiranës aktiviteteve kulturore. Sipas konceptit të paraqitur, Pallati i Kongreseve pritet të shndrohet në një qendër multifunksionale, aktive gjatë gjithë ditës dhe jo vetëm gjatë zhvillimit të aktiviteteve. Autoritetet nuk përjashtojnë edhe zhvillimin e objekteve të reja pranë Pallatit të Kongreseve, ndërsa këto ndërhyrje do të realizohen në partneritet me privatin. Konkursi ishte pjesë e programit të zhvillimit të pronave shtetërore të administruara nga Korporata Shqiptare e Investimeve.